Jemi në studio dhe në këto momente në fakt do të zhvendosemi në të tjera zhvillime, ku të paktën këtu në kryeqytet është zbuluar një call center që mashtron dhe qytetarë të Bashkimit Evropian, një të skem në fakt edhe me rastet e tjera të zbuluara dhe është arrestuar administratori, por po ashtu edhe bashkëpunëtori i tij dhe mbi ditën sekuestruar më shumë se 100.000 euro. Kam komunikim drejt për drejt kolegun Sokol Dema për gjitha detajet. Sokol, mirëdita të përshëndes, çfarë ka rezultuar këtë herë? Një tjetër call center që vepronte këtu në kryeqytet që mashtronte qytetarë të Bashkimit Evropian. Çfarë mund të na përcjellësh? Po Andi, përshëndetje, një tjetër rast, po thuaj se identik si operacionet e tjera, pra e flas për skemën e mashtrimit, qytetarë të Bashkimit Evropian, të cilët telefonohen duke ju premtuar pra fitime kolosale përmes bursave fiktive. Kësaj here ka qenë një hetim i gjatë, i cili është kryer nga ana e krimit ekonomik në drejtorinë e përgjithshme të policisë së shtetit, i cili ka rezultuar pra me sekuestrimin e shumave të konsiderueshme të parave, procedimin penal të shumë operatorëve të cilët kanë punuar pra në këtë skemë mashtruese dhe nga ana tjetër arrestimin e 2 personave të cilët kanë qenë pra pronar dhe bashkëpunëtor pra të këtij call centerit goditur pra nga ana e autoriteteve të policisë. Përmes operacionit Skems janë arrestuar Kesi Përgjegji dhe Marius Hysa, pra të 2 personat kyç të këtij aktiviteti kriminal, pra i cili është ushtruar pra nga ana e tyre dhe të operatorëve të tjerë. Përmendëm pak më herët shumat të konsiderueshme të parave të cilat e kalojnë 100.000 euro, por më konkretisht bëhet me dije pra nga ana e policisë së shtetit se administratorit janë gjetur pra 65.000 euro. Po ashtu, në praga që ka rënë pra bashkëpunëtori i tij, në banesë këtij të fundit janë gjetur 41.500 euro, si dhe 700.000 lekë të rinj, apo thënë ndryshe rreth 7.000 euro, të cilat janë të dyshuara pra të aktiviteteve kriminale të përfitimit përmes bursave fiktive. Tham pak më herët që pothuajse është e njëjta skem pra e telefonatave në drejtim të qytetarëve të vetëve të Bashkimit Evropian, teksa sigurisht janë sekuestruar materiale të tjera mjaft me vlerë për grupin hetimor, nga listat tek numrat e celularit, operatorët e tjerë, njësi të ndryshme kompjuterike, të cilat patjetër do të ekzaminohen për të dokumentuar të plot pra veprimtarinë kriminale dhe pse jo për të identifikuar edhe persona të tjerë të cilët mund të jenë pjesë e rrjetit, jo vetëm shqiptar, por ndoshta edhe të huaj në lidhje me veprën penale. Nga ana tjetër sigurisht që janë një grup i madh i veprave penale për të cilat ata akuzohen, që nga mashtrimi me pasoja të rënda, punësim i paligjshëm, fshehjeve e të ardhurave, pastrim penal, mos pagim taksash e të tjerë të cilat do të verifikohen në mënyrë të plot për të çuar pra përpara drejtësisë, pasi në vijim do dalin dhe për mas sigurie pra në gjykatës së Tiranës për verifikim plot pra të gjithë dinamikës dhe mënyrës se si kanë funksionuar pra personat brenda këtij call centeri. Sokol, ka pasur denoncime, nuk di ndoshta si në rast e kaluara denoncime të qytetarëve evropian, se unë marr para në infirmerinë zhvatur me këto premtimet e rreme për shumë fishim të fitimeve me investime në bursa fiktive, apo kanë qenë vetë policia që kanë në gjurmët e këtij call centeri, duke qenë edhe më vigjilente në kuadër pra të këtyre lloj bizneseve, po i cilësojmë që vepronin me mashtrime. Në fakt, Andi, duket se ka patur një numër të konsiderueshëm të operacioneve të cilat janë zhvilluar pra më herët. Është një lëmë që policia e shtetit, autoritetet tjera të drejtësisë, përfshirë edhe SPAK-un apo prokuroritë e rretheve, e kanë të rrahur jo pak pra përgjatë viteve të fundit. Hetimi sigurisht ka nisur përmes informacioneve që kanë ardhur pra në drejtim të policisë së shtetit, kësaj here nga persona dhe individ të tjerë, por nuk përjashtohet mundësia pra që të ketë patur edhe informacione nga autoritetet e jashtme. Megjithatë, deri në këtë moment nuk ka informacion nëse ndonjë prej partnerëve ndërkombëtar pra të ketë njoftuar për denoncime të mundshme dhe që mund të jenë vënë në lëvizje autoritetet tona. Gjithsesi, rastet e mashtrimeve përmes call centrave janë kthyer në një problem shqetësues dhe hetimet në pjesën më të madhe të rasteve kanë qenë duke u njoftuar nga partnerët ndërkombëtar që më pas përmes gjurmimit kanë arritur pra që të shkohet drejt identifikimit të plot personave përgjegjës dhe të atyre të cilët kanë njohur si operator për marrjen dhe bindjen pra për të investuar në këto bursa fiktive.
Sokol, jo momentalisht ndodhen në ambientet jashtme të SPAK edhe të GK-Kopra, gjykatës posaçme, aty ku që prej orës 9 të mëngjesit ka nisur dhe po bëhet verifikimi masave të sigurisë me dyert mbyllur në fakt për operacionin e SPAK për goditjen e grupeve kriminale dhe tjetërsimin e pronave pra të sipërfaqeve të tokës në zonën e Gjirit të Lalzit. Çfarë mund na përcjellësh, cilët janë ata persona, pra kush eksaktësisht del para gjykatës, ka dalë para gjykatës për të vlerësuar masat e sigurisë? Po andi rreth orës 9 mëngjesit ka nisur tashmë pranë gjykatës së posaçme, prej më shumë gati 2 orë gjysmë masa e sigurisë pra për rivlerësim më saktë të 4 personave të masës arrest në Burg dhe një tjetër është ndalimi daljes jashtë shtetit. Bëhet fjalë pra për operacionin e disa ditëve më parë të firmosur me vendim të gjykatës së posaçme dhe kërkesë të SPAK, normalisht i finalizuar edhe përmes bashkëpunimit me policinë e shtetit. Kujtojmë kontrollet e shumta në zonën e Shijakut dhe jo vetëm, ku ranë në pranga të paktën 4 persona dhe disa të tjerë tashmë janë në kërkim. Sot për mas sigurie do të njihet Vullnet Muça, vëllai i Aleksandër Laos, apo i njohur si Rumi i Shijakut, Enea Kume, vëllai i deputetit Loer Kume, po ashtu në mas arrest në Burg, Vlash Brahja dhe Astrid Avdyli, i cili ky fundit në fakt është një tjetër mas, pasi aktualisht është në Burg për një tjetër operacion, pra në operacionin revanshi të finalizuar disa kohë më parë. Nga ana tjetër ka ndalim të daljes së shtetit Edlira Avdylaj. Megjithatë, në këtë seansë ditës së sotme, patjetër nuk mund të ketë rivlerësim masë sigurie për Elidon Avdylin, Aleksandër Lahon, Alfred Dokën dhe një tjetër, pasi urdhrat e masës së sigurisë të firmosur për ta nuk janë ekzekutuar akoma dhe vijojnë të jenë në kërkim. Pa diskutim që ka qenë një operacion i cili është zbardhur përmes komunikimeve të aplikacionit Sky ECC dhe kemi të bëjmë pra me një vrasje, ajo e Edmir Bregut në 24 janar 2021 i ekzekutuar në Durrës. Nësa duket janë gjetur elementet e duhur pra që implikojnë Avdylat e Shijakut në këtë pjesë, teksa pika 2 ku është përqendruar pra hetimi është edhe tjetërsimi i pronave në zonën e Durrësit apo në zonën e Gjirit të Lalzit, ku ka patur pra një ndikim edhe vëllai i deputetit aktual, por që normalisht do të ketë hetime të mëtejshme të SPAK për ta zbardhur në mënyrë të plotë pra të gjitha veprimtaritë kriminale që indicien e kanë dhënë përmes zbardhjes së aplikacionit Sky ECC. Faleminderit Sokol.